Edhe në momentet e fundit të jetës së tij, profeti ynë, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, tregonte kujdes të madh për akiden, besimin ton, për tauhidin, njësimin e Allahut lartësuar në adhurim. Në çastet e fundit, ai alayhi salatu wassalam përshpëriti duke thënë: namazi, namazi. Ndërsa në një hadith tjetër transmetohet se profeti alayhi salam, pra siç kuptohet prej hadithit, ka porosit duke thënë: ata të cilët ishin para jush i bënin varrezat e pejgamberëve dhe njerëzve të mirë xhamia, ndërsa ju mos i bëni varret xhamia, unë ju ndaloj nga kjo gjë. Ishin fjalët e profetit alayhi salatu wassalam, fjalët e fundit për këtë ummet, jo për dynjan, por për akiden, për tauhidin, jo për pasurinë, por për tauhidin, njësimin e Allahut lartësuar në adhurim. E lutim Zotin i gjithësisë që të na bëjë prej atyre që e ruajnë tauhidin deri në frymën e fundit dhe na gjen vdekja duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ashtu, pra siç edhe duhet t'jetë jeta e një besimtari, të ndërrojmë jetë ashtu siç jetoi edhe vdiqi i dërguari ynë, profeti jon Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta.